Përshëndetje edhe një herë së bashku. Në këtë pjesë të dytë tashmë të emisionit Pena e Shkodrës. Jam shumë e lumtur faktikisht që në studio kam një vajzë solare, do thoja, dhe autoren e një libri që qarkullon në panajirin e librit të Shkodrës, librit Band Lirë. Është një libër Marrëveshja e krijimit dhe së bashku me mua në studio është Blerta Mlloja. Blerta, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, përshëndetje Ariola. Është një kënaqësi shumë e madhe për mua që intervistën e parë e kam me një ardashe dhe një grua shumë të bukur si puna juaj. Jam mësuar të them në studio kam një zonjë shumë charmante, kam një grua shumë charmante, kam një vajzë fantastike, të bukur patjetër, të artikuluar, një shkrimtare. Një shkrimtare e cila premton për të ardhmen, një shkrimtare e cila jep zë zërit të brendshëm, por jep zë në një mënyrë tjetër, në mënyrën e të shkruarit. Dhe kjo është një mënyrë tjetër e të shprehurit, faktikisht të atyre frikrave që ne na përcjellin gjatë rrugtimit të jetës tonë, të atyre burokracive që ndeshim gjatë jetës tonë, të atyre ngjarjeve që lënë shenjë në jetën tonë pa u kuptuar, por që ne i mbartim me veti traumat e tyre në çdo etapë të jetës. Të rritemi bashkë me to dhe ndryshon edhe jeta jonë dhe rrugtimi jonë përmes tyre, por pa e kuptuar këtë. Dhe kjo është aftësia e një shkrimtari faktikisht, të mos i thot me zë, por të thot me pen, apo ja. Ke zgjedhur të thuash me pen shumë çka nga brendësia jote. Nga pjesët e shpirtit tim. Nga pjesët e shpirtit tim, më pëlqen shumë ajo ideja kur i thon nga pjesët e shpirtit tim. Unë e di që ti ke shumë emocione sot, dalja jote e parë televizive gjithmonë, faktikisht daljet e para televizive janë shumë emocionale, por shkundi pak emocione dhe jemi ne të dyja së bashku dhe ne kemi biseduar edhe më përpara së bashku, kemi ndarë shumë çka nga njëra tjetra, kemi ndarë edhe historitë e jetës personale, gjë që të rrëfen se jeta nuk është edhe aq ndryshme as aq ngjashme. Kemi disa rrugtime, dalim nga rrugtime të ndryshme, por bashkohemi tek një pikë e cila është letërsia. Absolutisht. Vjen me libër për lexuesin Marrëveshja e krijimit. Po ta shohësh në pamje të parë, unë mendoja se është një libër mbi tekstet letrare, Marrëveshja e krijimit, sepse i jam mësuar ndoshta këto kohë të fundit nga inercia e studimeve të ndryshme, lëndëve të ndryshme, e mendova se do të ishte një udhëzim për tekstet letrare, si duhet të jetë. Por që po vinte roman Marrëveshja e krijimit, një titull i goditur i gjetur. Si të lini ideja e sjellënit në këtë formë të titullit? Në fakt besoj se secili nga shkrimtarët mundohet që të gjejë një titull sa më shumë goditës. Patjetër. Edhe kjo ishte arsyeja e fillimit, po duhet gërmuar pak më thellë brenda librit besoj, sepse edhe nuk kam dëshirë që ta paraqes direkte për lexuesin, kam dëshirë që të kenë pak kuriozitet. Marrëveshja e krijimit mund të rreshoj edhe pak me pikpamjen e secilit, mënyra se si ai mund ta marrë këtë brenda librit. Kështu nuk dua që ta zbuloj këtë për lexuesin, kam dëshirë që ai ta lexojë vetë edhe ta zbuloj pse është pikërisht titulli Marrëveshja e krijimit. Kemi një roman i cili merr shumë dimensione të ndryshme. Është vërtet, po. Është vërtet. Mund të themi një romancë dashurie, por përmes këtij rrugtimi ka edhe shumë çka tjetër. Ka ndryshimet e vetvetes, ka rrugtimet e është një rrugtim që nis nga fëmijëria deri në një moshë rreth 25-26 vjeçare. Është një rrugtim, sepse libri është edhe pak psikologjik, filozofik, andaj për të kuptuar personazhin duhet të kisha di më thellë, sepse edhe libri në vetvete është introspektiv. Pra shfaq vetëm ndjes, shfaq vetëm botën e brendshme të personazhit. Brendsinë e personazhit. Nuk ishte gabim edhe kur po shprehesh ashtu, mos kërkon ndjes asnjëherë për atë fjalë që mund të vinë në një moment të caktuar. Janë lapsuse të vogla. Jo, nuk më që vinë nga emocionet ndoshta ju kërkojnë ndjes. Brendësia është diçka shumë e përdorshme, sidomos nga ana e shkrimtarëve. Blerta faktikisht në mënyrën kur të sheh njeriu, mendon për një vajzë shumë të qetë, e cila ecë e qetë në atë rrugën e saj, e cila përshkon një rrugë ku do të jetë sa më nçoshe, sa më shumë e paprikur nga shikimet, nga zërat, nga gjërat, por kam frikë se nuk ke gjetur një rrugë të duhur për të ndonjur në qoshën tënde. Sepse duke sjell një libër, ke sjell një pjesë të shpirtit tënd, por edhe një pjesë të anës tënde femërore. Edhe dashje pa dashje, kjo ngacmon lexuesin, ngacmon kritikët letrar, studiuesit nga anë të ndryshme. Është një tërheqje ndryshe e vëmendjes, më duket. Po, besoj se secili person ka dëshirë
të dalë në skenë me pjesën ku ndihet më i fortë. Okej, e bukur kjo. Është mendon si një pjesë e jote shumë më e fortë. Po, Një herë që shkrimi është pjesa jonë më e brisht, sepse ne shpalosemi me anë të shkrimit, sikur dalim pak nga vetvetja. I thyem ato tabuti, i ka përcejm ato kufit dhe dalim nga kjo apo jo. Është e vërtetë. E ke parë si një shërim apo si një rrugtim ndryshe këtë mënyrë të tënden për të shfaqur në skenë? Për te shërimit e shoh më shumë si rritje. Sepse kur shoh rrugtimin tim, kam nisur të lexoj që fëmijë, edhe gjithmonë pjesën e rritjes, edhe pjesën e ndihmo pak të lutem. Shiko, brenda librit unë shoh dy anën e brishtisë femnore, por edhe një realitet shumë të ashpër, të përcjellur mbase me shumë delikatesë. Si ke përballuar këto dy botë? Si kam përballuar këto dy botë. Po flisja edhe për pjesën e rritjes, kur e shoh shkrimin si rritje, më kujtohen autorët më të mëdhenj që kam lexuar, për shembull Carlos Ruiz Zafón. Është ndër autorët më të mirë që kam lexuar ndonjëherë, më ka habitur shumë me mënyrën se sa i thur fjalët, edhe sa bukur i formon ato fjalit me anë të shkrimit. Edhe duke e parë si rritje, mendoj se me anë të shkrimit kam arritur të thyej atë brishtësinë femërore. Në këtë formë. Në këtë formë. Sa ndikim ka realiteti në ato që ti ke përcjellë rreth romanit, gjatë romanit tënd? Mund të them që ka një ndikim të madh, sepse edhe libri që unë kam shkruar është një lloj forma ose një lloj lufte, një lloj ndoshta proteste ndaj realitetit. Sepse është edhe evident gjatë romanit një lloj proteste gjatë realitetit. Është ajo mënyra. Mendoj se gjithë shkrimtarët në vetvete protestojnë kur shkruajnë. Sapo kishim në studio një nga shkrimtarët i cili ka sjell një rrymë të fortë proteste me anë të romanit të tij, një perceptim krejt ndryshe. Edhe më vjen mirë që jemi një herë pas granitit, sepse je në atë rrugtimin në mënyrën tënde, por tashmë ti je në një rrugtim ku botën tënde të brendshme e shpalos mas mirit, por duke cekur realitetin qoftë shqiptar, po qoftë edhe kulturave tjera. Po, absolutisht. Në një mënyrë ose një tjetër. E theksoj pak, unë po e marr pak atë guximin ta heq nga personalja jote dhe them që Blerta jeton mes dy kulturave faktikisht, mes Turqisë dhe Shqipërisë. Edhe kjo ka ndikuar goxha edhe në krijimin e këtij libri, apo jo? Jo të mosëshmërisht, sepse formimi letrar ka nisur një moshë shumë të vogël, ndërsa kjo jeta mes dy kulturave ka nisur shumë vonë, kështu që nuk do thoja që është kjo të paktën arsyeja që kam shkruar librin. Do të jetë një libër tjetër, nuk e diskutoj. Do shta në të ardhmen, sepse që të bësh krahasimin mes dy kulturave, besoj që duhet bësh edhe shumë kërkime që unë nuk kam bërë akoma, kjo mund të jetë edhe shkak i moshës. Avash. Edhe shkrimtarët. Sepse mund të biesh edhe në polemik ndoshta, është pak dosh edhe shumë guxim. Diçka që unë për momentin nuk e kam. Mendoj që shkrimtarët ecin avash me ritmin e kohës, nuk ecin absolutisht, ecin me mendjen e tyre dhe me përqendrimin e tyre se ku duan të përqendrohen. Keni pas moment të vështirë gjatë krijimit të këtij romani, gjatë shkrimit të këtij romani. Dhe ka pasur momente ku ke thënë nuk dua ta vazhdoj më. Jo, nuk po e vazhdoj, po e lë këtu. Besoj se kjo ka qenë më shumë tek fillimet kur kam nisur të shkruaj romanin, sepse është ajo frika. Unë kam shkruar edhe më përpara, po këtë herë e dija që ajo që unë do shkruaj do i hapej botës, edhe të hapësh këndvështrimin tënd, ato pjesët më të fshehta të shpirtit, mendimet e tua për drejt botës është shumë e vështirë. Të paktën për mua, po besoj edhe se për shkrimtarët e tjerë në eksperiencat e para është diçka që e kanë të vështirë ata i kalojnë. Leta ti kompletisht një brez tjetër, në qasjen ndaj letërsisë. Ne sot nëse unë jam ai brezi ku qasja e letërsisë në nesh ishte vetëm përmes librit, jo përmes teknologjisë, ti tashmë një brez që letërsinë e qas edhe përmes teknologjisë, shumë aktive po them në platformën e TikTokut. Po, është vërtet. Ke marrë feedback për librin me anë të kësaj platforme dhe si ndihet lexuesi, domethënë si ka qenë ky feedback i jote?
Përgjithsisht ka qenë mirë. Jam surprizuar me moshat e vogla që mund të jenë 15 e 16 vjeçare. Ata kanë interes për librin. Sigurisht kjo mund vijë edhe pak sepse edhe libri është histori dashurie dhe është ajo mosha ku ti fillon ke ndjesitë e para. Absolutisht po. Nuk do doja që ta lexonin me këtë arsye si një histori dashurie, do doja të futeshin më thellë, por nëse kjo bëhet nëse kjo bëhet shkak që ata të krijojnë një botë tjetër, mund ta marrin edhe në këtë formë, absolutisht. E kuptoj shumë mirë. E ke mendim të sjellësh diçka së shpejti apo kam nisur punimet për serinë e dytë, për librin e dytë. Do të thënë që një libër që mbet vetëm tek brenda Tiranës. Ka seanca të tjera, ka libër tjetër që pastaj domethënë. Sepse duhet të pasur parasysh që është një libër pak filozofik. Nuk është pak filozofik, është shumë psikologjik edhe shumë filozofik faktikisht, por është shumë i ndërthurur me realitetin. Një histori dashurie e cila ka sfidat e saj deri që vjen në anën e saj finale. Po, dhe siç po thoya, duke pasur parasysh që është një libër pak filozofik dhe mban të fshehtën vetvete, duhet një vazhdim për të kuptuar më mirë. Sepse në momentin që ti e lexon librin, i merr disa mesazhe, por për të marrë mesazhet dhe shpjegimet e mesazheve duhet të lexosh edhe librin e dytë dhe librin e tretë. Për çfarë të ka ndihmuar ky libër më së tepër me? Blerta është një vajzë e cila me zor nuk dëshiron të thotë shumë, i ka shumë të brendshme ato që dëshiron të përcjell, por krijon shumë emocion, të ka çliruar disi pak nga vetvetja. Se ti tashmë do të jesh pjesë e medias, pa diskutim për të folur mbi librin që ke shkruar. Edhe unë s'po them për të shpjeguar, sepse në media nuk je gjithmonë për të shpjeguar, por sa je për të shuar një lloj kurreshtje. Dhe për ta sjellë librin tek lexuesi. Libri duhet të jetë tek lexuesi, por më shumë se ti askush nuk mundet të thotë pse ka për librin. Pse ky libër duhet të jetë në duart e lexuesit. Faktikisht ka bërë diçka me ty ky libër, të ka ndryshuar disi brendsinë tënde ose mendësinë tënde, sepse librat nganjëherë nuk të ndryshojnë vetëm së brendshmi, por edhe mendësinë tënde, edhe së jashtme, edhe shumë çka. Edhe mënyrën se si ti e sheh të ardhmen, edhe shumë çka tjetër. Tek mënyra si e shoh të ardhmen nuk besoj se ka ndryshuar diçka tek unë personalisht, sepse ato gjëra që kam dashur t'i bëj tani më kanë marrë një rrugë, edhe po shkoj tek ajo rrugë, po. Por brenda tek unë mund të them që më kanë bërë pak më luftarake, sepse siç thash edhe pak më parë duhet guxim për të shprehur vetveten, edhe besoj se kam hedhur hapin e parë me anë të librit. Edhe tani kjo është një rrugë që do të vazhdoj. Sot më pëlqejnë kur vajzat thonë jam bërë me luftarake. Më duket sikur jemi destin për të qenë luftarake në një shoqëri, po e them patriarkale si e jona. Jam shumë mediatike për të thënë shoqëri patriarkale, por unë mendoj që ende kemi mbetur disi në thundrat e patriarkalizmit, por gjithsesi unë besoj se kjo është diçka që ka ndryshuar ka ndryshuar goxha, por janë ato mbetjet që me brezat absolutisht që me brezin tuaj kjo nuk do të shihet as kërkund më, sepse ju jeni krejtësisht me një pamje krejt tjetër, edhe letërsinë e shifni. Ka një sfidë të fortë sot midis të letërsisë nga teknologjia. Është një sfidë ndërthurja e këtyre të dyjave së bashku. Absolutisht që e ka, sepse edhe teknologjia ka sjellë konsumin e shpejt. Një libër siç është imi 300 faqe, shumë pak mund të kenë dëshirën që ta lexojnë, sepse kanë nisur tani të lumturohen me pak gjëra. Por besoj që në momentin që ti sjell diçka që i prek shpirtat, po, ka cekur të gjithëve. Ka cekur të gjithëve fatkeqësisht, por në momentin që ti sjell diçka që mund të prek shpirtat e tyre dhe i kupton ata në një mënyrë tjetër, besoj se mund t'ja ringjallësh edhe një herë dëshirën për të lexuar. Bukur kjo. Duhet përshtatesh sot me brezin e ri. Duhet ta studiosh mirë, ta analizosh mirë se çfarë duan, çfarë nuk duan. E ke sjell librin në platformën e TikTokut me fraza të vogla, me paragraf të vëgjël? Jo, akoma nuk kam nisur marketingun, por do ta nisë së shpejti. E shef si marketing këtë pjesë, domethënë. Absolutisht. Nuk është një mënyrë e thjeshtë, është një mënyrë që do një strategji të vetën. Do strategji të vetën, do përpunim edhe një strategji shumë të fortë, siç e thatë edhe ju, po. Është vërtet. Okej. Unë ta shoh së shpejti, jam edhe unë TikTok, kështu që do të ndjek. Do ndiqemi, pse jo. E bukur ishte sepse TikToku ishte një nga ato platformat ku nuk kisha as pak kuriozitet faktikisht. Edhe koha, ritmi, kohëstime, nuk ishte aq
i disponueshëm për TikTok-un, sepse e shoh që don shumë vëmendje, edhe aty ka shumë nga ato fenomenet ku ti mund të ndalesh të studiosh edhe të analizosh në shumë çka. Dhe ishte një vendim i imi mos të isha hiç pjesë e TikTok-ut, faktikisht. Një mendim që më ndryshuan jo vetëm fëmijë, por edhe kolegët e mi, që duhet të ishin në TikTok, sepse e shohin atë mënyrën time se si i perceptoj dhe se si i analizoj pastaj fenomenet të ndryshme, edhe për të diskutuar pse jo. Por në këndvështrimin tim, kur unë e shoh nga ana e shkrimtarëve të rinj që duan ta sjellin letërsinë më pranë me anë të këtyre platformave, unë mendoj se kjo është diçka shumë pozitive. Nëse ne nuk kemi scroll nga ato banalitetet që shohim nga programe të ndryshme, qoftë edhe nga individ të ndryshëm që nuk kanë një lloj kulture të aq sa duhet paktën kulturë për mos të shpalosur gjithçka, do të ishte fantastike faktikisht, sepse unë shumë shpesh, jo shumë shpesh, por çdo lloj platforme është një media në vetvete. Dhe mendoj se qëllimi i çdo media është shembulli. Pra, mendoj se kjo është një shembull fantastik për një shoqëri që konsolidon shumë shpejt si kjo e jone. Po me që ti je përshtatur tani me TikTok-un. Po kalon duket në fond rrojmë rolet. Po ndrojmë pak rolet, me që dhe unë kam studiuar për gazetari. Po ta jap këtë knasi. Pak në bashkëbisedim. Po ta jap këtë knasi. Me që ti je përshtatur për Radio Shkodrën si një mundësi për të përpasur një lloj, nuk e di, një emision tënde. Pse jo? Një nga studentët e mira të gazetarisë të Universitetit Luiç Gorakuçi, pse jo? Po, do e mendoj, pse jo. Nëse vendos që të hap shpirtin tim akoma më shumë edhe në botën e medias në këtë formë, do e mendoj. Atëherë po thoja, me që ti je përshtatur me TikTok-un, ti je përshtatur pak me ne, edhe pse unë mendoj që mosha varet nga shpirta, nuk varet nga pjesa biologjike, por gjithsesi. Çfarë mendon se duhet bëjon që të përshtatem me botën tuaj? Pra, çfarë lloj letërsie mund të prodhoj unë që ta lexoni edhe ju? Sepse nganjëherë më duket sikur unë kam shkruar një letërsi që është vetëm për të rinjt. Nga që kam shkruar botën e brendshme të njerëzve të rinj. Tash këtu ndryshon shumë çka. E para herë ti nuk duhet përshtatesh, por për të shkruar për të përshtatur. Po, ti duhet shkruash. Jam dakord. Ti duhet shkruash atë që ty të ngacmon së brendshmi dhe realitetin në cilin ti po jeton. Aty jam unë. Ajo që i qasem asaj që ke shkruar ti, edhe unë mezi po pres që ti të kalosh në formën tënde marketing të librit, edhe ti qasesh platformës TikTok. Jo thjesht një grup moshe, po të qasesh vetveten. Aty do ta kuptosh se secili gjen nga një pjesë vetvetes. Në këtë roman nuk gjendet vetëm të rinjt. Në këtë roman gjenden edhe psikologët po të duan të analizojnë. Të analizojnë një kohë reale ku ne jetojmë, të analizojnë historitë reale, kulturat të ndryshme, po të analizojnë edhe mendimet të thella të një njeriu i cili nuk don të shpërfaqet, por ka gjetur një mënyrë tjetër shpërfaqje. Pra, nuk është se e ke të kaluar këtë. Nuk e kam të kaluar? Ndoshta janë gjithmonë ato frikrat e para. Janë frikrat e shkrimtarëve kur butojnë për herë të parë. Prandaj unë them vazhdo me mënyrën tënde krijuese, vazhdo me mënyrën tënde të marketingut reklamuese, është absolutisht çështja jote në mënyrën tënde se si dëshiron. Media duhet të jetë gjithmonë përkrahase. Unë mendoj që ke për të pasur ftesa nga sot e më tej do të kesh ftesa të tjera dhe uroj që të jesh pjesë e mediave që të flasësh mbi librin tënd dhe mbi punën tënde. Mos e lër në hija që ke shkruar i përket brezit tënd. Dhe unë jam shumë e lumtur që dikush arrin me një mënyrë kaq të bukur me një letërsi tjetër tashmë për të sjellë realitetin e sotëm shqiptar. Unë të uroj suksese në vazhdim. Shumë faleminderit. Dhe uroj që së shpejti ta mendosh të jesh edhe pjesë e mediave, një vajzë kaq charmante duhet të jetë po. Shumë faleminderit për fjalët e mira. Të dashur miq, ky ishte emisioni për këtë të shtunë dhe është dita e fundit e panairit librit Bantlir. Nga 3 nga librat Unisolla sot janë të autorëve të ndryshëm. Kemi Andreas Dushin me Ndrojan, kemi profesor Stefan Çapalikun i cili absolutisht vjen me 101 tregime të shkurtra, të cilat janë tregime që tërheqin, godasin, janë karizmatik, kanë sarkazmin e tyre brenda, ironin, pa diskutim ironin shkodrane që na përfaqëson deri diku. Dhe kemi autor të rinj siç kemi Blerta Mlojen me marrëveshjen e krijimit. Kemi shumë çka për të përcjell. U gjeta një mundësi për t'ju dhënë 3 botë të ndryshme. Faleminderit që më ndoqët, së bashku do të jemi të shtunën tjetër, patjetër me autor të tjerë. Mirupafshim. Mirupafshim.